Gjatë një takimi të mbajtur ditën e djeshme, kryeministri Rama komentoi mbylljen e platformës TikTok, duke thënë se 95% e prindërve të Elbasanit ishin pro këtij vendimi. Ai shtoi se prindrit e shikonin atë si një mundësi për të shpëtuar fëmijët nga mortja që TikTok kishte futur në trupin e tyre. Me pasion, ai bëri thirrje që të votojnë për shpëtimtarin, duke thënë se vetëm ai e di se çfarë është e mira për fëmijët tanë. TikToku nuk është mbyllur ende, por edhe pse fëmijët nuk mund të kenë TikTok, ata mund të kenë Instagram dhe Snapchat, apo do të mbyllin edhe këto. Në vend që të shpëtoni fëmijët nga një platformë, pse nuk punoni për të ndryshuar realitetin që ata përballen çdo ditë? Po për sytë e prindërve që i kanë fëmijët jashtë kufive të Shqipërisë, zoti Rama, a jeni juve shpëtimtar? Janë mira të rinj që u larguan nga vendi sepse nuk dinin ç'të bënin me jetën e tyre. Arsimi i coptuar, tregu i punës, korrupsioni, shërbimi shëndetësor. Pse kaq shumë të rinj e gjetën të ardhmen e tyre jashtë Shqipërisë, kur ju si shpëtimtar keni bërë më të mirën? Kush është mortja e vërtetë e këtij vendi? Rrjetet sociale apo politika juaj 34 vjeçare? Nëse ka diçka që është e dëmshme për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve, padyshim që duhet marrë një masë për ta eliminuar. Prandaj çdo platformë që ndikon në mënyrën se si ndihen fëmijët, mendojnë apo zhvillohen ata, duhet të jetë në vëzhgim dhe kontrollin e prindërve dhe autoriteteve, por në të njëjtën kohë duhet të kuptojmë që largimi i një mundësie online nuk është zgjidhje e vetme. Zgjidhja e vërtetë që do t'i mbrojë ata është të ndryshojmë realitetin e jetës së tyre, ku ata të kenë mundësi të zhvillohen dhe të rriten në një mjedis të shëndetshëm, pa pasur nevojë për ndihmën e shpëtimtarëve, që përveç rregullimeve të përkohshme nuk ofrojnë asnjë perspektivë për të ardhmen.